si janë. Pra, por disa intervistat fundit në rrjetet sociale kanë kthyer. Po çështja është që domethënë aty i jepen merita edhe për ushtrinë, edhe për kohën kur po bëhet presion që të shkojnë në modelin e ndarjes së Kosovës si zgjidhje përfundimtare me Serbët. Por ajo që e penalizon jashtëzakonisht shumë është korrupsioni gjatë qeverisjes së tij, aferat e larta korruptive dhe e dyta faji i këtij kombëtar në rastin e demarkacionit. Pra në sytë e publikut të Kosovës, komandanti i shuar ka pësuar një lloj metamorfoze dhe nuk është i besueshëm për t'ia dhënë pushtetin që ai po e kërkon me ngulm. Agim Çeku jep ndonjë pikë këtu? Edhe një herë? Agim Çeku jep ndonjë pikë? Agim Çeku dhe të gjithë ushtarakët që marrin pjesë në politikë bëjnë një gabim të madh dhe strategjik. Duke mbrojtuar parlamentin, këtë lloj parlamenti dhe këtë lloj formule të parlamentit e kanë zbehur vetë profesionin e ushtarakut, të ushtrisë, të FSK-s e rrjedhimisht edhe të UÇK-s. Duke i parë veprimet e tyre politike brenda parlamentit, njerëzit kanë thënë a ky e drejton ushtrinë, a këta kanë qenë komandant, a kjo ishte UÇK-ja, a kështu është bërë atëherë. Domethënë, këta ende nuk e kanë kuptuar që më së shumti kanë ndikuar në sytë e publikut, në sytë e shqiptarëve në Kosovë për ta defaktorizuar vetë luftën e ushtrisë ligjtare duke marrë pjesë në politikë. Ushtarakët nuk kanë se japin politikës, sepse nuk mësohen për politikë, nuk kanë shkolla, nuk kanë përgatitje politike. Dhe këta të gjithë, domethënë, e quajnë kalimin nga karriera ushtarake në atë politike si arritur, ndërkohë që është e kundërta, sepse ata do duhet të ishin shumë të suksesshëm në ushtri, dhe është ushtria ajo që ja forcon krahët Kosovës, që ja forcon sigurinë, dhe është në fakt problemi kryesor, real dhe i vetëm i shqiptarëve në Ballkan, po sidomos i Kosovës është siguria. Dhe duke dalur nga kazermat ose nga drejtimi, nga shkollat ushtarake, këta e lënë ushtrinë domethënë në një dorë tjetër, e cila ka më pak përvojë dhe ndoshta nuk e ka përvojën e luftës dhe të tjera. Pra e dobësojnë edhe vetë institucionin e ushtrisë kur dalin për saj dhe nuk kanë çfarë japin politikës. Prandaj të qenit në listë të ish kryeministrit, ish shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, zoti Agim Çeku, nuk është asnjë lloj treguesi që do të ndikojë me votë. Shembull të tillë ka bërë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, duke kandiduar djalin e presidentit Ibrahim Rugova. Një figurë e cila ka qenë atakuar nga drejtësia e Kosovës në një rast shumë të njohur, domethënë medial për keshpërdorime me rastin, ka qenë një aferë e madhe e keshpërdorimit në të cilën edhe është lakuar edhe emri i tij. Dhe tani, domethënë, duke qenë vetëm djali i presidentit Ibrahim Rugova, nuk ka asnjë lloj garancioni që ai është i edukuar në frymë politike ose mund të sjellë diçka të re. Ka qenë pjesë e Parlamentit Kosovës me atë që dikur ishte lista Rugova, domethënë pa të krijuar një listë alternative nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ka qenë motra e tij po ashtu në ulësat e Parlamentit dhe të qenit djali një figure politike, historike, kombëtare, nuk është asnjë garancion dhe nuk jep kurrë të re nëse vetë personalisht nuk je i mësuar, nuk je edukuar për të ecë. Pra, për mendimin tim, partitë politike në Kosovë kanë zgjedhur të reformohen me figurat e vjetra të dështuara të politikës. Dhe ky në fakt nuk është reformim, por kjo është treguesi më i mirë që nuk janë as në rrugën e reformimit. Përderisa Aleanca Veriatlantike po dridhet të themi realisht, sidomos pas doktrinës presidentit Trump, pas ndërrimit të gjithë ambasadorëve
të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe Ballkanin, në Malzi dhe Maqedoni. Po, sepse do të vijë një frymë re e diplomatëve Realisht në amerikanë. Ballkan nuk ka asnjë ambasador amerikan, janë gjithë ngarkuar me punë. Aktualisht. Ngarkuar me punë, po. Dhe në qoftë se do të emrohen ambasador, do të emrohen ata të politikës Amerika e parë. Të kësaj maksime do të vinë linja Trump e ambasadorëve. Pra, ne jemi të atakuar nga ndryshimet drastike të politikës amerikane në drejtim të Evropës dhe Ballkanit, ndërkohë që vetë nuk bëjmë update në politikën e shtetit tonë. Dhe pastaj, domethënë, kur të vi furia dhe kur të vi dalga e përgjithshme që po pritet të vi dhe siç duket do të jetë shumë e vështirë për ta shmangur, atëherë shqiptarët arsyetohen se nuk ishim të përgatitur, nuk ishim të armatosur, nuk na ndihmuan këta, na tradhuan këta tjerë, nuk bëm këtë gjë, bëm atë gjë. Po tek dalga ju çfarë keni parasysh te dalga? Dalga për mendimin tim, do të jetë që Rusia do të tentoj me të gjitha forcat e saj të bëhet një figurë ose të bëhet një aktor në politikën botërore. Të mos mbetet përcjell si SBA-ve, por të jetë pol i veçantë gjeopolitik dhe kjo i ka pasojat e saj. Për këtë arsye shtetet po armatosen me një fuqishme, me një shpejtësi dhe me një intensitet tepër të madh, po investohet sidomos në sisteme të reja të dronëve dhe të teknikave të reja të luftimit, po investohet në luftë hibride e cila edhe në drejtim të Kosovës vjen e ashpër dhe e riorganizuar çdo 3 muaj me tema të reja sistematike. Të gjitha këto janë tregues që Evropa, por edhe kundërshtarët, dikush për të mbrojtur dhe dikush duke sulmuar, domethënë dhe